Futbollistët e Serbisë do të përballen me Shqipërinë këtë të shtunë prej orës 20:45 në Tiranë, në kuadër të kualifikuesve për kampionatin botror 2026. Në konferencën për shtyp të Shqipërisë, përveç trajnerit Silvinjo, folet e kapiteni kombëtares, futbollisti i Atalantas Berat Gjimshiti. Gjatë konferencës ai u pyet edhe për bashkëshorten e tij, Alisha Milenković, e cila është modele serbe, një pyetje që nuk i pëlqeu as pak kapitenit të Shqipërisë. Kemi ardhur këtu për futboll, jo për jetën private dhe familjen time, e cila është gjithmonë pranë meje në çdo ngjarje që kam, u përgjigj Gjimshiti. Interesant është fakti se emri Alisha Milenković nuk është shumë i njohur për publikun e gjerë. Ajo është serbe, modele dhe stiliste. Berati dhe Alisha janë njohur në Zvicër, ku ajo jetonte në atë kohë, ndërsa futbollisti me prejardhje shqiptare, portali serbe shkruan nga Kosova dhe Metohia, luante për një klub të njohur zviceran. Lidhja e tyre u publikuar për herë të parë në vitin 2015, pikërisht përpara ndeshjes së shumë pritur mes Serbisë dhe Shqipërisë. Në atë kohë, mediat shqiptare përmendën me krenari faktin se modelja e zjarrit serbe do të ishte e vetmja serbe që do të mbështeste Shqipërinë në atë përballje. Vetëm një vit më pas, më 2016, çifti kaloi një krizë, kur sipas mediave Alisha e la futbollistin dhe ai vuajti shumë pas ndarjes. Megjithatë, ata u pajtuan pak kohë më vonë. U fejuan, Alisha mbeti shtatzën dhe në vitin 2020 u bën prindër të një djali të cilit i vun emrin Lion Aron. Është interesante të theksohet se gjatë jetës së saj në Zvicër, Alisha diplomoi për marketing ndërkombëtar, ndërsa në vitin 2018 themeloi markën e saj të modës, shkruan Kurier.rs. Drejtuesit e Federatës së Futbollit të Serbisë kanë vendosur të largojnë ekipin kombëtar rreth 10 kilometra në drejtimin e kundërt të rezidencës së menduar në Tiranë për ndeshjen e 7 qershorit ndaj Kuqezinive. Serbia refuzon ashensorin për në stadium. Baza do të jetë Hotel Hilton, i cili ndodhet rreth 20 minuta me makinë nga stadiumi i Albania. Vendimi është marrë më herët, edhe pse në disa qarqe në Shqipëri është përhapur informacioni se bëhej fjalë për një ndryshim të papritur të destinacionit. Hotelin e kemi zgjedhur më vonë, para 3 muajsh. Marriott është vendi ku shndron kombëtarja e Shqipërisë dhe ne as që e kemi marrë parasysh atë opsion. Zgjedhëm Hilton në një vend të qetë të qytetit, shpjeguan për Danas nga Federata e Futbollit të Serbisë. Ky hotel i veçantë që ngrihet mbi një objekt madhështor, zakonisht pret përfaqësueset mysafire. Një natë qëndrimi në ditën e ndeshjes në Marriott kushton 1.000 euro. Mendohet se në Federatën Serbe të Futbollit ka dashur t'i vendosë lojtarët e vet në një vend disi më të qetë, edhe pse në hotel fillimisht të përzgjedhur do të kishin pasur mundësinë të shkonin në fushën e lojës thjesht me ashensor. Tradicionalisht, bashkë me ekipin e Serbisë, do të jetë edhe kuzhinieri për të respektuar deri në detaje programin ushqimor. Serbia do të stërvitet të premte në Tiranë dhe më pas në Bërritja do të kalojë një kohë të caktuar në autobus. Në kryeqytetin shqiptar ka trafik të madh, lehtësim do të jetë festa e Bajramit, pasi një pjesë e futbollistëve në Shqipëri do të qëndrojnë në shtëpi me këtë rast. Për këtë arsye, të premten pasdite nuk pritet të jetë trafiku i zakonshëm i orëve të pikut, shkruajnë ndër të tjera mediat serbe.